SBA dhe Izraeli nisin sulmet parandaluese ndaj Iranit. Irani kundërpërgjigjet duke goditur Izraelin dhe bazat amerikane në rajon. Tetova e veshur kuqezi e pret presidentin e Shqipërisë Bajram Begaj. Presidenti thotë se duhet të bëhemi misionar të shqiptarisë. LSDM vlerëson se teatri me riktimin e Artan grupit është bërë cirk. VMNO thekson se LSDM-ja ishte aleati i krimeve të grupit, prandaj po e mbrojnë. Parlamenti Gjerman miratoi ashpërsimin e ligjeve të azilit si dhe lehtësime për qasje në tregun e punës për azil kërkuesit. Të nderuar shikues, përshëndetje. SBA dhe Izraeli kanë nisur sot një sulm ajror ndaj Iranit, të cilin e kanë cilësuar si hap parandalues për posedimin e armëve bërthamore nga Teherani. Presidenti Trump ka deklaruar se regjimi iranian së shpejti do të mësojë se askush nuk duhet të sfidojë fuqinë amerikane, ndërsa kryeministri i Izraelit ka deklaruar se bashkë me Amerikën synojnë të eliminojnë atë që ai e përshkroi si një kërcënim ekzistencial për shtetin izraelit. Ndërkohë, Irani është përgjigjur duke goditur me raketa bazat amerikane në shtetet arabe si dhe Izraelin. Shpërthime u dëgjua në Teheran herët të shtunën dhe rejtë të dendura tymi u pan mbi disa pjesë të qytetit. Pasi SBA dhe Izraeli ka nisur atë që është quajtur sulm parandalues kundër Iranit. Sulmet fillestare kanë vrarë dhe kanë plagosur dhjetra pjesëtar të gardës revolucionare, përfshirë staf kyç operacional. Irani i është përgjigjur sulmeve duke goditur bazën ushtarake amerikane në Bahrein, ndërsa shpërthime janë dëgjuar në të gjithë shtetet e Gjirit Arab. Bahreini, i cili e ka njohur Izraelin, i përshkroi ato si sulme të pabesa, që përbëjnë kërcënim të drejtë për drejtë për sigurinë e vendit. Të paktën një person është vrarë në Abu Dhabi, kryeqytetin e Emirateve të Bashkuara Arabe, nga raketat e lëshuara nga Irani. Ministria e Mbrojtjes e Emirateve të Bashkuara Arabe, që është një aleat i Izraelit në rajon, ka njoftuar se mbrojtja ajrore ka kapur me sukses një numër të raketave. Irani ka njoftuar se ka sulmuar edhe bazën ajrore amerikane Al Udeid në Katar dhe bazën ajrore Al Salem në Kuvajt. Raketat iraniane kanë goditur edhe Izraelin, i cili shpalli një gjendje të jashtëzakonshme, të posaçme dhe të menjëhershme në të gjithë vendin. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka deklaruar se bashkë me SBA-n synojnë të eliminojnë atë që ai e përshkroi si një kërcënim ekzistencial të paraqitur nga regjimi iranian. Pas Netanyahut ka reaguar edhe presidenti i SBA-s Donald Trump, i cili deklaroi se SBA gjithashtu ka nisur operacione të mëdha luftarake kundër regjimit iranian. Trump bëri një numër pretendimesh dhe parashikimesh të tjera pa asnjë provë konkrete. Ata kur nuk do të kenë një armë bërthamore. Ky regjim së shpejti do të mësojë se askush nuk duhet të sfidojë forcën dhe fuqinë e forcave të armatosura të Shteteve të Bashkuara, deklaroi Trump. Sulmet vijnë ndërsa bisedimet ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit për programin bërthamor të Iranit kanë qenë në vazhdim në ndërmjetësimin e Omanit. Qershorin e kaluar, SBA-ja goditi 3 objekte bërthamore iraniane gjatë luftës 12 ditore Izrael-Iran. Ministria e Punëve të Jashtme u bën thirrje qytetarëve maqedonas që ndodhen në Izrael të ndjekin me kujdes njoftime zyrtare dhe të respektojnë udhëzimet e autoriteteve për shkak të përkeqësimit të situatës sigurisë. Ministria gjithashtu rekomandon që qytetarët të shmangin udhëtime drejt këtij rajoni deri në stabilizimin e gjendjes. Sipas informacioneve nga ambasada e Maqedonisë së Veriut në Tel Aviv, hapësira ajrore mbi Izrael është e mbyllur për fluturimet civile deri në një njoftim të ri. Gjitha fluturimet komerciale janë pezulluar dhe nuk dihet se kur do të rifillojnë. Qytetarët që kanë nevojë për ndihmë mund të kontaktojnë ambasadën në Tel Aviv ose ministrinë përmes numrave dhe emaileve zyrtare.
U kthehemi i zhvillimeve nga vendi. Pas shkupit, presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj ka vizituar Tetovën dhe Gostivarin. Presidenti shqiptar në fjalimin e tij para qytetarëve të Tetovës foli për rëndësinë e kultivimit dhe ruajtjes së gjuhës shqipe si dhe respektimin e të drejtave që i garanton marrëveshja e Ohrit. Ndërsa kreu komunës së Tetovës Bilal Kasami tha se kjo vizitë është dëshmi e lidhjes fuqishme të shqiptarëve kudo që ndodhen me Shqipërinë. Kreu i shtetit shqiptar Bajram Begaj ka vazhduar takimet zyrtare të planifikuara në vizitën traditore në Maqedoninë e Veriut. Stacioni i radhës ishte Tetova, ku Begaj u prit nga kryetari i komunës Bilal Kasami. Përveç Kasamit, Begajn në Tetove pritën edhe një numër i madh i qytetarëve, si dhe fëmijëve që kishin dalë në rrugët e qytetit me flamujt kuqezi. Presidenti shqiptar në fjalimin e tij para qytetarëve të Tetovës foli për rëndësinë e kultivimit dhe ruajtjes së gjuhës shqipe, si dhe për marrëveshjen e Ohrit, e cila sipas Begajt ka siguruar të drejtën themelore për çështjen e gjuhës. Të gjithë ne, sipas mënyrës tonë, sipas mundësive dhe aftësive, duhet të bëhemi misionar të shqiptarisë. Të ruash gjuhën, traditat dhe elementet e tjerë identitarë dhe t'i promovosh këto vlera ndërbreza e ndërvise është kauza jonë e përbashkët, kauza që na mban gjallë. Për sa kohë që gjuha shqipe ka mbijetuar, kjo është dëshmi e përpjekjeve që ja bërë për ta ruajtur dhe për ta trashëguar. Ne kemi detyrimin ta vijojmë këtë mision, ta trashëgojmë atë brez pas brez. Niko Qiri e cilësoi ditën e sotme si një ditë të veçantë për qytetin e Tetovës, sepse siç tha Kasami, për Tetovën dhe tetovarët është nder i madh të mirëpresin presidentin e Republikës së Shqipërisë. Para Begajt, Kasami tha se kjo është dëshmi e lidhjes së fuqishme të shqiptarëve kudo që ndodhen me Shqipërinë. Kjo vizitë shënon jo vetëm një takim institucional, por edhe një shprehje të gjallë të lidhjes së fuqishme që ekziston mes shqiptarëve kudo që ndodhen dhe adheu të tyre Shqipërisë. Tetova është një qendër e rëndësishme kulturore, arsimore dhe ekonomike për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Ne kuptojmë rëndësinë e bashkëpunimit me vendin nam si një mision të përbashkët për zhvillimin dhe ruajtjen e identitetit tonë kombëtar. Gjatë vizitës, Begaj dhe Kasami bashkërisht kanë vizituar monumentet e njohura kulturore të Tetovës, si Xhaminë e Larme dhe Arabati Baba Teqe. Në kuadër të thellimit të bashkëpunimit akademik, Universiteti i Tetovës ka nënshkruar sot një marrëveshje me atë të Tiranës. Bëhet fjalë për një marrëveshje e cila u jep mundësi studentëve dhe pedagogëve për shkëmbim, për kërkim shkencor dhe mundësi akademike. Gjatë ditës së sotme është zhvilluar një vizitë zyrtare në Universitetin e Tetovës, ku është takuar rektori i Universitetit të Tiranës Artan Hoxha me rektorin e Universitetit të Tetovës Jusuf Zeneli. Në fjalën e tij të rastit, Zeneli ka shprehur mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme dhe të pakurthyer që Republika e Shqipërisë i ka dhënë Universitetit të Tetovës, që nga vitet e para të themelimit, ngritjes dhe zhvillimit të tij. Ai theksoi se ndihma institucionale e shtetit shqiptar ka qenë vendimtare në konsolidimin e universitetit dhe se kjo përkrahje po vazhdon edhe sot. Sipas tij, fal kësaj mbështetjeje, universiteti do të arrijë të përballojë çdo sfidë dhe të shënojë suksese të reja në të ardhmen. Dhe sidomos sot ishe kënaqësi e veçantë të dashur profesor që në mbështetjen e presidentit së bashku me rektorin e Universitetit të Tiranës, profesor doktor Artan Hoxha, kemi nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit në mes të dy universiteteve, qoftë me fat, me këmbë të mbarë dhe njëkohësisht të shmojmë lart edhe për kujdesjen, angazhimin e ambasadorit zotëri Mejdani për gjithë mbështetjen në sferën diplomatike që i hap rrugët për Universitetin e Tetovës. Ndërkaq, Hoxha ka komentuar projekt ligjin për arsimin e lartë që po diskutohet në Maqedoninë e Veriut, duke bërë një krahasim me ligjet në Shqipëri. Ai tha se edhe ata po bëjnë ndryshime, por me një sens për të rritur autonominë dhe lirinë akademike. Këtu ndoshta nuk është fuqimisht ky vullnet, por ajo që duhet është që bota jonë është një botë e lirë, është një botë autonome,
bazohet mbi kërkimin, bazohet mbi mendimin dhe konkluzionet e lira, ne jemi pjesë të qeverisjes në kuptimin e mirëfillt të fjalës, po jemi pjesë e rëndësishme e shoqërisë në edukim dhe në zhvillim, por po të na mungoj kjo autonomi dhe liri, neve na mungon zemra e funksionimit si institucione arsimore. Ky universitet, siç ka treguar deri tani, autoritetin dhe rëndësinë për shoqërinë e Maqedonisë Veriut dhe në veçanti të komunitetit shqiptar, do të tregoj edhe zgjuarsinë dhe diligjencën për të përballur situatat aktuale. Ndërkohë, ai theksoi rëndësinë e veçantë të gjuhës shqipe në arsimin e lartë, duke nënvizuar rolin e Universitetit të Tetovës në ruajtjen, zhvillimin dhe avancimin e saj, si dhe në formimin e brezave të rinj në frymë akademike dhe kombëtare. Debatit që kritikon propozim ligjin për arsim të lartë është bashkangjitur edhe ish-ministri i arsimit Renata Descoska. Ajo ka kritikuar propozim ligjin e ri, duke përmendur mangësitë që përmban ai. Ndërsa se përket ligjit aktual për arsim të lartë, ajo tha se problemi nuk është në tekstin e ligjit, por në zbatimin e tij jo konsistues dhe mungesës e mbikëqyrjes nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Nuk janë vetëm profesorët shqiptar ata që kundërshtojnë propozim ligjin e ri të Ministrisë së Arsimit për arsim të lartë. Në këtë debat është përfshirë edhe ish-ministri i Arsimit dhe Shkencës Renata Descoska, aktualisht profesoresh në Fakultetin e Drejtësisë dhe nënkryetare e Komisionit të Venedikut. Duke komentuar draft ligjin e ri, Descoska ka thënë se tezat se ligji aktual i vitit 2018 është fajtor që asnjë universitet i Maqedonisë nuk është ndër 1000 universitetet më të mira në renditjen e Shangajit janë të pa baza. Sa i përket propozimit të ri, Descoska vlerëson se veçanërisht problematik është kushti i H-indeksit të detyrueshëm, pasi thotë se bëhet fjalë për një parametër që nuk varet ekskluzivisht nga kandidati, por nga sa herë punimet e tij referohen nga autorë të tjerë. Ajo që është absurde në projekt ligjin e ri që po diskutohet është se për promovim parashikohen kushte të vështira dhe në disa fusha edhe të paarritshme, si dhe kushte që nuk varen nga kandidatët. Për shembull, kërkohet një nivel i caktuar i H-indeksit, i cili përcaktohet nga sa herë citohen punimet tuaja. Pra, vendoset një kusht që nuk varet nga kandidati, por nga sa do t'ju citojnë të tjerët. Nëse kërkohen kushte, ato duhet të jenë të realizueshme nga personi që konkuron dhe jo të varen nga veprimet e të tjerëve. Ajo paralajmëron edhe për mundësinë e nepotizmit, transferit të stafit pa konkurrencë reale midis universiteteve. Sipas saj, në vend të përmirësimit dhe cilësisë, hapet një hapësirë për përqendrim të pushtetit dhe cënim të autonomisë së universiteteve. Nepotizmi, punësimi i fëmijëve të ashtu quajtur nga Ministria Janevska, familje doktorantësh dhe juristësh. Me shumë gjasa, ka edhe familje të tjera me ambicje për të punësuar fëmijët e tyre, të cilat nuk i përmend ajo. Transferimi i stafit nga një universitet në tjetrin. Kjo është një dritare e vogël për të plotësuar Universitetin Kirili dhe Metodi, me persona që nuk mund të kalojnë një konkurs të hapur, ku mund të konkurrojnë edhe të tjerët, duke u transferuar më pas pa konkurrencë. Kjo pranimin e konkursit publik dhe të hapur për promovim. Sipas Descoskës, problematike në draft ligjin e ri është edhe zgjatja e mandateve të rektorëve dhe dekanëve me mundësi për zgjedhje më shumë se 2 herë. Sipas saj, duke u bazuar në këto fakte, nuk ka logjik të thuash se qëllimi është përmirësimi i cilësisë së arsimit. Kujtojmë se kundër propozim ligjit për arsim të lartë janë edhe profesorët shqiptar, të cilët reaguan dje duke nënshkruar edhe peticion, në të cilin u nënshkruan mbi 200 profesor. Rikthimi i artan grupit ka vazhduar të përplas verbalisht Partitë Maqedonase. LSDM-ja ka cilësuar teatr cinik dorëzimin e ish-zëvendës kryeministit para drejtësisë, duke pretenduar se këtij hapi ka paraprirë një marrëveshje politike mes VMRO-DPMN-s dhe BDI-s. Ndërkohë, VMRO-DPMN-ja vlerëson se LSDM-ja ka qenë bashkëpunëtor e krimeve të grupit, prandaj sot edhe e mbrojnë fuqishëm atë.
Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë vazhdon ta cilësoj si teatr, madje edhe si cirk, rikthimin dhe dërgimin në arrest shtëpiak të ish-zëvendës kryeministrit Artan Grubi, i cili u vet dorëzua pas 14 muajsh në Arati. Sipas opozitarëve, rikthimi të Grubit i ka paraprirë një marrëveshje politike mes VMRO DPMN-s dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Në temën ikje nga përgjegjësia, teatrin që përgatit dhe organizon VMRO-ja gjatë këtyre ditëve po shndrohet në cirk. Ose do ju përgjigjesha me retorikën e preferuar të kryeministrit, këto janë sulme ad hominem nga LSDM-ja, derisa opinioni e din se edhe de jure, po edhe de facto, në këtë situatë ka marrëveshje politike mes VMRO-s dhe BDI-s. Nuk ka vonuar as reagimi i VMRO DPMN-s. Deputeti Brane Petrushevski ka deklaruar se LSDM-ja ka qenë bashkëpunëtore e krimeve të Grubit, prandaj sot edhe e mbron fuqishëm. Sipas Petrushevskit, LSDM-ja ka frikë nga vetemri Artan Grubi. Pasi i dolën me teza të ndryshme, komunikata dhe konferenca për shtyp, nga LSDM-ja nuk parashtruan asnjë pyetje deputetësh për qeveritarët për Artan Grubin. Për më tepër, kanë edhe frikë kur përmendet emri Artan Grubit dhe prandaj edhe ikën nga salla e kuvendit. Filipçe, Zaev, Spasovski, Zečević dhe pjesa e mbetur e ish-funksionarëve të LSDM-s janë në panik të madh nga dëshmitë e mundshme të Grubit në prokurori. Kjo nuk është hera e parë që partitë maqedonase VMRO DPMN dhe LSDM përplasen dhe hedhin akuza mbi njëra tjetrën për çështjen Grubi. Sa fundmi për këtë temë ka folur edhe kryeministri Hristijan Mickoski, i cili ka hedhur poshtë në mënyrë të prerë akuzat e LSDM-s për marrëveshje politike. Në kuadër të aktiviteteve bamirës dhe misionit të saj humanitar, Organizata Kulturore Humanitare Merhamet ka realizuar shpërndarjen e 700 pakeve ushqimore për familjet në nevojë në Shkup dhe rrethin. Kjo iniciativë ka për qëllim të ofrojë mbështetje konkrete për familjet që përballen me vështirësi ekonomike, duke u ardhur në ndihmë në një periudhë kur solidariteti dhe kujdesi për njëri tjetrin janë më të rëndësishme se kurrë. Shpërndarja e pakeve ushqimore është realizuar në këto zona: Çajir, Butel, Studenishan dhe Saraj. Përmes këtij aksioni humanitar, 700 familje kanë përfituar pakë ushqimore me produkte bazë, duke lehtësuar barrën e tyre të përditshme dhe duke sjellë shpresë e mbështetje konkrete. Ose më tej me lajmet, kryeministri i Kosovës Albin Kurti, shoqëruar nga kryetaria e Kuvendit Albulena Haxhiu dhe përfaqësues tjerë shtetëror, bëri sot homazhin në Qirez dhe Likoshan për të nderuar martirët dhe dëshmorët në 28 vjetorin e masakrës së parë të luftës së fundit në Kosovë. Kurti, pasi vendosi kurora me lule, tha se në këto dy fshatra, pikrisht 28 vjet më parë, janë vrarë 20 martirë. Kjo ishte masakra e parë e luftës së fundit, e cila aso kohë ndodhi midis dy sulmeve ndaj familjes Jashari në Prekaz. Sulmi të parë sulmi të dytë me 22 janar dhe sulmi të tretë me 5 mars. Në mes të këtyre ishte masakra Qirezit dhe Likoshanit me datën 28 shkurt, kur u vran 26 martir, deklaroi Kurti. Bundestagu Gjerman miratoi një ashpërsim të ligjit të azilit si dhe lehtësime për qasje në tregun e punës për azil kërkuesit. Me votat e koalicionit qeveritar, Bundestagu përfshiu në të legjislacionin gjerman reformën e sistemit përbashkët evropian të azilit, e njohur si GEAS. Me GEAS-in, Shtetet e Bashkimit Evropian synojnë të unifikojnë sistemet e tyre të azilit. Kjo reforma më e gjerë është e së drejtës europiane të azilit deri tani dhe pritet të hyjë në fuqi më 12 qershor. Dy projekt ligje të miratuara tani nga Bundestagu përmban një sër ashpërsimesh për azil kërkuesit në Gjermani. Zbatimi i GEAS në Gjermani u mundson të tjera landeve federale të krijojnë qendra të reja azilit, ashtu quajtura qendra për migrim sekondar për persona që kërkojnë azil në Gjermani, por për cilët në fakt është përgjegjës një shtet tjetër antar i Bashkimit Evropian. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të nderuar shikues, për të takuar sërish në ora 18:55. Mirëmbëjtje deri atëherë.